Shqiptarët të cilët janë shembull suksesi në Itali janë pafund. Kanë ditur më së miri me dinjitet të integrohen në jetën e Italisë, të jenë kontributor të mirë të komuniteteve ku ata jetojnë, madje të jenë edhe faktor kryesor në shumë fusha të jetës. Një ndër to është edhe zonja Silvana Dogani, e cila midis vështirësive të shumta të fillimit na tregon se si ka arritur të hapë shkollën e parë shqipe në Itali, pra në zonën ku ajo jeton. Gjithashtu ajo ditët e sotme ka 4 shkolla shqipe vetëm në zonën e saj, të cilat i ka hapur ajo me kontributin e saj edhe të shqiptarëve të tjerë që jetojnë atje. Madje është edhe një faktor i rëndësishëm në jetën e vendit ku ajo jeton. E ndjekim rrëfimin e jetës së saj, e cila ka mundur me shumë vështirësi të arrijë deri aty ku është sot. Zonja Silvana, kënaqësi që keni ardhur sot për ne, keni pranuar ftesën tonë. Faleminderit, kënaqësia është imja që jam këtu te ju sot. Zonja Silvana, ju jetoni në Itali dhe jeni bërë pjesë e komunitetit atje prej vitit? Prej 28 vitesh, nga 97-ta. Jo vetëm që jeni pjesë e komunitetit shqiptar, jetoni, punoni, jepni kontributin tuaj atje, por gjithashtu ju kontriboni shumë edhe për voglushët, por jo vetëm, për të gjithë ata që duan të mësojnë gjuhën shqipe. Po, është e vërtet dhe është një kënaqësi. Është filluar si për shaka, nuk mund të them për shaka, po e fillova, thash, po nuk do e mendoja që do kishte këtë rrugëzgjatje dhe u bë realitet dhe shumë i bukur. Në cilin vit ju keni hapur shkollën e parë shqipe në Itali? Unë në Itali kam vajtur 97-ën, ishin guerat civile, atëherë në atë kohë ishte shumë prezente në Vlorë, ndje shumë në Vlorë kjo periudhë. Unë jam trembur të them të vërtetën, edhe kam ikur, kam marrë fëmijët dhe burrin kam ikë në Itali. Atje jepja mësim në shkollën e fëmijës në Vlorë, në atë periudhë, se kam kaluar dhe eksperjenca në shkollat e tjera më para. Dhe u vendosa në Itali për të bërë një jetë më të qetë, po jo për të bërë një karrierë, nuk e kisha menduar as karrierën, se thash do shikoj jetën e fëmijëve para karrierës. Dhe Zoti i di pse i bën këto gjëra, Zoti e di pse më çoi dhe pse më bëri të mira këtë rrugë. U duke vështirë në fillim hapja një shkolle shqipe? Shumë, ishte shumë e vështirë. Unë atëre isha në një fazë 2 vjeçare që kisha mbrit në Itali, s'kisha marrë akoma veten, as ekonomikisht, as me gjuhën, sepse duhet kohë dhe të merresh. Dhe pastroja familjet në atë kohë, dhe në familjet që pastroja duke qenë që kishin eksperiencë të emigracionit para nesh, tregonin historira të ndryshme, edhe lexoja shumë, gjitha filmat bënin të vetën, dhe më dhanë një shtytje të këtij vendimi, duke qenë mësuese në Shqipëri, e mora për zëmër këtë iniciativë, sepse ishin ca episode që më ndodhën, domethënë e kam treguar ndoshta edhe në ndonjë intervistë tjetër, duke qenë në Mercato, gjyshja me Nipin, më pyesin mua, sepse Nipi si përgjigjesh dot në Shqip, që si ti drejtosh shitësit në Mercato për të marrë diçka. Unë dua të marrë këtë, po si t'ja them, si t'ja bëj. E Nipi nuk e ndihmonte dot. Kjo ishte filluan ato gazimet e para, se të jesh mësuese e ndjen më shumë, edhe si nën ndjen, po mësuese është doppio detyrë kjo. Kjo më ngacmoi më shumë edhe duke pastruar plurat e shtëpive të tyre, duke menduar, thash, po pse ne mund ta bëjmë edhe ne këtë që ka bërë italianët, sepse italianët emigruan dhe patën dhe suksesin e tyre. Unë doja atë shembull. A ishte vështirë që të mblidhjen nxënësit e parë për të hapur shkollën tënde të parë, edhe të kujtohet klasa e parë në cilën ti ke dhënë mësim? Më kujtohet më shumë ajo se sa këto të fundit. Atëherë kanë qenë festat e nëntorit dhe filluam u mlodhëm për të festuar festat e nëntorit. Aty mora vendimin me iniciativën time, isha vetëm për të hapur të shkollën shqipe. Unë e kam hapur shkollën me 4 veta në fillim, me 4 fëmijë, sepse fëmijët nuk ishin të interesuar, nga që prindrit nuk ishin të dëgjësuar për të marrë këtë vendim. Sipas prindërve në atë kohë që ka akoma prindër nga këta, janë shoqyrë të pakët tani, nuk ishin nevojë sepse flisin shqip në shtëpi dhe mjaftonte kjo. E kam luftuar shumë për t'i afruar fëmijët që të mbushe shkolla siç është sot, mbi 35 veta.
E mbani mend cili ka qenë fëmia i parë që erdhi në shkollë? Po, i kam fëmijët, do të them edhe një gjë të bukur. Domethënë fëmia e parë që kisha në shkollë, sot ka fëmijën e vet në shkollën tonë. Domethënë është bërë nën, edhe fëmijët janë 2 fëmijët e saj goce, është matematikë e re ajo dhe fëmijët i pati dhe kanë fëmijët e asaj të mësuesës së parë, akoma i kam 2 fëmijët e saj prezent sot si nxënës të kësaj shkolle. Është kujtim shumë i bukur. Janë shumë kujtime të bukura. Lodhem, po kur më vinë këto, kur më afrojnë këto kujtimet, më shuhet çdo gjë, domethënë lodhja gjitha më ikin, më japin një adrenalin që nuk më frenon dot njëri më. Është i madh komuniteti mësuesve atje ku ju jetoni, po edhe në të gjithë Italinë? Atëre, komuniteti mësuesve nuk është i madh. Unë po bëj shumë lodhje për t'i mbledhur, sepse unë për shembull në çdo shkollë kam 4, stafi jonë është i përbërë minimali 4 persona, po jo 4 mësues. Mund të jenë 2 mësues dhe 2 bashkëpunëtor. Po bashkëpunëtorët bëjnë të njëjtën rolin e mësuesit, sepse s'kemi mësues me eksperiencë. Atëre, unë e kam bërë si programin tim, një orë i bëj mësim me tekstet e qendrës së botimeve, që mund të flasin e pastaj për qendrën e botimeve, që është shumë e angazhuar për të bërë libra tekste shkollore për ne, sepse në fillim se kanë filluar me këto tekste, kanë filluar me tekstet nga Shqipëria. Vinin librat nga Shqipëria? I merrnit me të njohur, po pra i merrnit me të njohur, me njerëz që... Po, nga familjarët e mi i blinim edhe mi sillnin me maune, atëherë në atë kohë dilja në autostradë dhe Imirja. Pastaj, mbasa vitesh që Imirja vetë, vajta në dhomën e tregtisë në Vlorë dhe i kërkova, i thash, mund të më ndihmoni, i thash me tekste, i thash, se kam hap një shkollë, megjithëse shkolla filloi u zgjerua dhe nxënësit ishin të interesuar. Dhe thash, tani është momenti që të organizohemi, po nuk e kisha menduar që do arrim në një organizimenti me governos, si që jemi sot me qeverinë, si që jemi sot. Dhe më thanë ata të dhomës së tregtisë dëgjoj, thanë, më dhanë ca depliant, gjëra të ndryshme, po jo tekste, se si kishin. Më thanë, ju mund të gjeni në ambasada këto tekste, unë nuk e dija. Ambasadat i kam patur që në atë kohë, po unë nuk e dija, se unë s'kisha ide, unë ka hapa shkollën, i bëja vetë privatisht, nuk as e kisha ide fare. Më vonë, në 2006 më fton ambasada si shoqat shqiptare në Itali për të prezantuar për 5 vjetorin e pavarësisë Kosovës me ftesën e ambasadores së Kosovës. Sepse ju jeni edhe presidente e një shoqate. Po, Radiç Ideali. Shoqata Radiç Ideali është krijuar nga mediatori kulturali, koleget e mia, dhe kemi zyrtarizuar në 2013. Është hapur më para si shoqat, po në 2013 është zyrtarizuar në përzyrat e dhomës së tregtisë. Cili është fokusi i kësaj shoqate? Kjo është për të ardhur në ndihmë emigrantëve në të gjitha fushat e vështirësitë e jetës së tyre. Domethënë që nga edukimi edhe për gjuhën, ne kemi hapur kurse për gjuhën për emigrantët të rriturit, sepse kishim vështirësi, tani është krijuar e detyruar për të bërë dokumenta, se më para nuk e kishim për detyrim. Quhet karta di soggiorno, një permesso për periudhë të gjatë, duhet të superoj një provim. Edhe ne kemi hapur këto kurse, për mos të thënë unë e kam krijuar këtë realitet që në 2006 dhe sot po bashkëpunoj me Rotary Club, quhet një shoqat e zonave atje përreth, që na furnizon me këta mësues në pensione, që kanë eksperiencë, edhe në ndihmoj, se edhe ajo është një gjë gratis. Po e kam futur edhe në rolin e komunës, në rolin në bashkinë, e kemi futur si program edhe këtë projektin. Por janë shumë gjëra që do të thotë emigrantët shqiptar kanë një derë të hapur atje ku vinë. Është krijuar një derë, tamam një derë shtëpie për ata. Unë kam ndaluar për Covidin, më ndaluan të punoja në zyrë, mbas se unë kam 24 vjet që punoj në zyrë emigracioni, jam përgjegjëse, dhe kam dhe 2 sekretar tani, dhe më ndalua që të punoja për Covidin, po vetëm zyra ime, sepse vini shumë, tek unë hynë shumë dhe dalin shumë. Biles unë mërzita, thash, po mirë, thash unë, vetëm emigrantët e sjellin Covidin, këta italianë nuk e sjellin. Edhe më lanë disa muaj, mund të them 5-6 muaj pa punë, ata flisin telefon, venit e sindaku, pse nuk na e sjell Silvanën, e ndalonin në rrugë kryetarin. Sa mua më futi kryetarin, tha mua Silvana, tha, unë e dija që të doni, tha, po jo kaj shumë, tha. Ti e bërë faktor të ashtë më ta. Kur ka vajtur në zyrë që kanë ardhur,
burat, ata senegalezët, marokinët janë 2 metra bura, ata qanin, kishin lotët shumë nga gëzimi, se më mbajnë si maman e tyre, se janë mosha e fëmijëve të mi. Edhe, që erdhe, ma bëjnë me dorë kështu si kur faleshin dhe Zoti, kur I tha shumë, që keni? Do më thënë, lotë ishin lotë gëzimi, kur më shikoj, edhe jo vetëm shqiptarët, se unë jam për të huaj. Po, për të gjithë të huaj që janë Itali. Po qanin si fëmi. Ju jepni ndihmë konkrete atyre të huajve, të cilët vinë për të marrë dokumentacionin, për të punësuar atje? Atëre, që hapin e parë që ju një familje në Itali, kushdo që tjetë në gjyrat në ndryshme, do prezentoj të unë. Në zonën tim janë vetëm unë. Edhe tiroqinantët universiteti si vetëm të unë, se vetëm unë jam atje si mediatore. Ata që bëjmë për mediatore, vetëm të unë I bëjmë tirocinion. Dhe fjallën e parë që I them, do bëjmë dokumentat, se pa dokumenta nuk I kim dot. Fjallën e dytë më kërkojnë punë, jo, nuk ka punë, do bëjmë kursin e gjuhës, kam përgati me profesorat, me ekspert, ju do përgatiteni të vini të mësoni gjuhën, mbasi keni mësuar gjuhën, do ju çoj në punë, sepse në punë, në zyrën time, tani I vetëm unë jam, unë kam dhe një servicio për punë. Ne kemi 2 projekte, home care, help care, janë projekte europiane, huazuar nga Franca, e ka bërë si eksperiment Franca këtë, dhe kemi marrë pjesë si delegacion nga zyra, nga puna, për të marrë pjesë në këtë programi, në këtë eksperimentin që bën. Dhe ne na pëlqeu dhe e apogjuam. Për shembull, ne në Abruzzo e apogjuam domethënë për krahën këtë eksperiencë, dhe nga 2006 unë kam edhe kërkesa pune. Kush janë kërkesat e punës? Kërkesat e punës janë në shtëpi, për ndihmëse në shtëpi, aty quhen padante, për babysitter, për fëmijë, nga që kanë dëgjuar që unë kam një elenko, domethënë elenko është me banka dati të imës, unë I flasa gjira në italisht të më falësh, sepse është rutina e përditshme e punës tuaj atje. Nuk I kolegoj dot edhe me shqipen banka dati, do më thënë të dhënat e tyre janë të lidhura me sigurimet shoqërore, dhe në rast se ti familjar do bësh kërkesën për këtë të themi që të vinë të ndihmon ndihmëse në shtëpi për pastrime për gjëra, do kalosh nëpërmjet kësaj liste që kam unë. Dhe kjo lista që kam unë, të themi lista, banka dati I quhet lista, e kemi 2 veta në Abruzzo, unë dhe një në San Salvo, sepse ne kemi patur kredencialet, sepse na është dhënë drejta të mini pjesë të ky kursi që të ushtronim të provë, edhe kemi 2 veta, kështu që kushdo që të kërkoj një person të tillë, duhet për të qenë I mbështetur me ato rimborsimet që bën shteti, duhet ta marrë se s'bën tek unë personin, sepse ata janë vënë nëpërmjet sigurimeve, të listës sigurimeve. Dhe për punë, domethënë mbas dokumentave, I ndihmoj për shkollën, për kursin, edhe pastaj I çoj deri në fundun. Ishte pak sa I pa imagjinueshme nga ana jote që një shqiptare jo vetëm do të hapte shkollat shqipe, por do të ishte tashmë pjesë edhe e qeverisjes së vendit aty, nëse mund të quajmë kështu, sepse komunat aty janë qeverisja e vendit. Po. Atëherë nuk ishte parashikuar. Në 2003 që kam bërë konkursin, unë kisha bërë një kurs të vogël për italishten atje dhe kisha filluar në Universitetin e Perugjës për gjuhën italiane, mbrojta sepse sidomos e kam bërë duke bërë këtë punën. Unë këtë punën e mora pa mbaruar universitetin, gjuhën italiane, po e studioja, kisha një certifikat që kisha bërë një kurs të thjeshtë. Në momentin që u dha mundësia në këtë konkurs, nuk ishtin të interesuar shumë italian, sepse ishte një figurë e re, mediatore kulturale, nuk e njihnin, biles vjet, mos gaboj, ka dalë figura e parë nga universiteti si mediatore kulturale. Atje ka patur mediatore kulturale të familjes, të gjitha, tribunales e të gjitha, po kulturale nuk ka patur edhe kjo gjë ishte një gjë shumë e re dhe ishte fati jon që u futë më shumë të huaj në atë periudhë, sepse duhet të kishe 2 gjuhë të huaja, dhe në momentin që ti fitoje, dhe pse në atë zonë kishe shumica ishin madrelingua ime që ishte shqiptare, në atë kohë ishin shumë shqiptar, janë akoma shumë shqiptar, edhe unë fitova dhe pse ishin shumë shqiptar në atë zonë, të drejtën. Në atë kohë, pasaj, mbas disa vitesh,
Vinë dhe italianë tani aty se kërkojmë badante, kërkojmë ose për shembull martohet me një italian në shtetat shqiptar, janë të detyruar të vinë tek unë të kërkojnë ndihmën për dokumenta, ose ka shumë motive që bëjnë, që bëjnë dhe për italianët. Dhe kur vinë atje, më pyesin, thonë mua, ti e ke burrin italian? Jo, i them, unë e kam dok shqiptar dhe dok, i them. Hapite, pse, si ka mundësi që një shqiptare, po si ke që të punën ti? Me konkurs, me zotësi. I duket pak sa e çuditshme. I duket e çuditshme dhe shikoj ndonjë rast, tani jam mësuar, biles më respektojnë shumë, po në fillim shikoja edhe ndonjë fytyrë, shprehje që nuk i pëlqente shumë. Që fliste më shumë fytyra se sa fraza që do nxirrte vetë. Edhe janë mësuar tani, biles më aprecojnë shumë dhe italianët, sepse u përgjigjem dhe më thonë, dukesh që si e italiane, se nuk përgjigjet njëri kaq mirë sa përgjigjesh ti, se dhe në përzyrat e tjera dhe e kuptojnë. Dhe kjo është një vlerë e shtuar në fakt, e cila i rrit vlerat komunitetit shqiptar atje. Po, kjo është vlerë e shtuar sepse në momentin që ti je përkraur nga shtresa e ulët, kjo është gjë e madhe, ata kanë krijuar një besim tek unë sepse i kontrollojnë ata nëpërmjet meje, për shembull duan diçka, ata janë një çik edhe interesi sepse votojnë shumica e tuaj dhe unë kam bërë dhe senegalezët që kanë marrë në shtetësinë italiane, ata vinë për të bërë një dokument. Po pse se bën në shtetësinë? Çfarë është në shtetësia? Po merr të, po çe duam, po këtë, po merre. Edhe ata se dinin çfarë bënin, unë i bëja dokumentat. Dhe kuptojnë më pas, pastaj se çfarë u keni dhënë. Po dora e tyre është një vot për ata. Dhe voti e tyre është besimi që kanë tek unë. Do më thënë, gjiron ajo për interes më shumë, sepse... Një i huaj pra që bëhet shumë i domosdoshëm dhe i vlefshëm jo vetëm për adetarët e saj, por edhe për italianët atje. Po, një interes, nësë do të thoshim kështu në thojza i dy fisht. Po, jo, ne kemi krijuar një respekt. Në fillim, unë kisha këtë shërbimin për ndihmëse shtëpie, dhe kur më vinin atje më thoshin dua, po jo shqiptare, vetëm shqiptare mos jetë, se nuk e dini që isha shqiptare. Ma më jepnin shumica si spanjolle, o argentina, se kuptoni që nuk isha italiane, po jo si shqiptare. E thosha, po pse çka kanë shqiptarët? Jo shqiptari jo, unë jam shqiptari, po jo se kam për atë, po për fen pastaj. Tani më thonë, aman, ka shqiptare? Dhe më thënë, jemi për si Filipina. Ka ndryshuar totalisht pra opinione i qartë, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Si që për Filipina, si që janë shumë të kërkuar, sepse ne kemi dhënë shumë, jemi munduar me mishe, me shpirt për të dhënë të mirën, edhe kemi dhënë sepse ne jemi dhe shumë, jemi dhe të sinqertë. Edhe kështu që është vlerësuar dhe mundimi jonë, valsa la pena, thonë italianët, i avlente që ta kalonim edhe këtë periudhë të vështirë, po... Mbetemi pak tek librat. Ju thatë që me shumë vështirësi arritët i siguronit vetë, dhe më pas e morët vesh që këto i siguron të ambasada jonë. Atere, kur vete në ambasadën tonë, atë ko ishte zoti Leshi president, veta për ftesën që na më bëri si shoqat ftesën, dhe që atëre filluam, më tha, po ne kemi libra, pse s'keni ardhur, nuk e dija, i thash, mi dhanë ambasada që atë viti kemi marrë pasaj në ambasadë dhe më mbrapa, pasaj u fuqizua dhe shteti më mbrapa, më vonë u kryua dhe shkollat e tjera, u kryua një organizat më para që është FNAI që na lidhi një çik, Federazione Nazionale Albanese in Italia, dhe atje u kryuan ca, do më thënë, mini shoqata të vogla, ose organizata dhe u morë me shkolla, dhe u shkëputë nga FNAI, nga Federacione Nacionale Shqiptarëve të Italisë, dhe u bë lidhja e shkollave. Më para lidhja e shkollave ishte Ariana Kosova presidente, tani është Anila Berberi, sepse kanë fatin e tyre të skadencës. Dhe me lidhjen e shkollave u bë një rrjet shumë i madh nga jugu në Itali, në veri të Italisë, dhe u krijuan pasaj mundësit që të bashkëpunonim me Ministrinë e Arsimit, që nuk na është ndarë, me të gjitha ministret që kemi patur deri tani, kanë qenë prezente, jo vetëm të Shqipërisë, sepse QKB-ja është një institucion që merret me shtypjen e librave, dhe është me Ministrinë e Kosovës dhe Ministra e Kosovës të Arsimit, kemi kaluar shumë ministre, sepse kemi mbi 20 vjet që keni bashkëpunimet shumëta. Dhe kemi bashkëpunuar shumë me Ministrinë e Arsimit të Kosovës dhe të Shqipërisë.
dhe biles... Lidhja juaj me sa duket me qendrën e botimit të librave është shumë e ngushtë. Bashkëpunimi u fuqizua shumë me qeverit të Kosovës dhe shqiptare, aq shumë sa kemi arritur tani dhe një projekt të ri. Projekti i ri sot biles u diskutua dhe në Kamerën e Deputetëve në dhomën e Parlamentit me zotin Taulant Balla, ku patëm një takim dhe morëm dhe iniciativat të tjera, po veç këtyre, qeveria shqiptare ka ndërmarrë nismën për reformimin e qendrës së botimeve për diasporën në Agjenci Kombëtare për mbrojtjen e gjuhës shqipe, që do të mundsoj certifikimin zyrtar të gjuhës shqipe sipas standardeve evropiane. Trajnimeve të mësuesve me bashkëpunim të universiteteve, si dhe përgatitjen e platformës digjitale për mësimin e gjuhës shqipe. Që do të thotë të këtej tutje, bashkëpunimet tuaja do të jenë akoma më të fuqishme në kuadër të rritjes dhe perfeksionimit të punës së mësuesve, por edhe literaturës. Jo vetëm kaq, por kemi marrë dhe si zot tim që të arrim që të japim një certifikat tyre fëmijëve dhe italianëve që janë të interesuar. Një italian për shembull që mund të vijë aty sepse ka interes për kreditin e këtyre e një gjuhë më tepër, dhe ne na kanë ardhur shumë në fakt italian. Unë kam edhe italian në shkollë. Pra do të thotë përveç shqiptarëve tashmë janë të interesuar dhe italianët që të mësojnë gjuhën shqipe. Shumë e bukur kjo. Po, sepse kush bën për gjuhët e huaja intereson, dhe meqense unë jam në zonën e tyre dhe kam të lehtë që të vinë, ne na vinë, mirë po kur kanë marrë vesh që nuk i japim, nuk lëshojmë certifikat, dikush edhe është të rrequr se ka patur një interes tjetër. Këtej tutje do keni të drejtën edhe të certifikimit. Me ato që folëm sot dhe me zotin Taulant Balla, me qendrën e botimeve, me zonjën Mimoza Ysaj, drejtoreshën e QKB-s që është gjithnjë prezente dhe gjithnjë kompetente, janë, nuk e di në rrugë si, por shpresojmë që të urojmë sa më shpejt. E urojmë sa më shpejt. Ndërkohë, komuniteti i mësuesve është i lidhur me njëri tjetrin. Italia shumë e madhe patjetër, po nga veriu në jug besoj janë shumë mësues. Po, ne jemi shumë të lidhur sepse falë seminareve për këtë po që po flisja që parë që fillua, u zgjerua dhe interesi edhe që vajti drejt qeverisë, njohjen si qeverisë. Ne në organizon Ministria e Arsimit të Kosovës dhe të Shqipërisë, në organizon seminare një në vit që e bëjnë o në Kosovë, një vit e bënë në Kosovë, një vit e bënë në Shqipëri. Dhe vinë mësues të diasporës nga gjitha vendet, dhe gjëja më e bukur është që ne mblidhemi dhe ne njohim edhe mësuesit që mësojnë në Kanada, në Turqi, në Zvicër, në Gjermani. Kudo ku janë, pra në të gjithë botën. Kudo që janë. Edhe bëjmë shkëmbim dhe eksperiencash, janë frutëdhënëse për shkollën dhe për ne dhe për nesër dhe ne mësojmë gjëra që na duket sikur i dim, por ka shumë gjëra që mësojmë nga njëri tjetri. A mund të më thoni se cila është mosha minimale dhe ajo maksimale e nxënësve tuaj? Atëherë, unë këtu të them të vërtetën që nuk e zbatoj atë që në manifest shkruaj nga 6 deri në 18 vjeç. Po në fakt nuk është e vërtet, sepse ne kemi dhe mbi 18 vjeç të rritur, sepse janë të lidhur për shembull martesat miste që janë atë të përziera, që janë martuar me italian, me shqiptar. Dhe në atë kohë i lind dëshira më shumë femrat italiane dhe frekuenton shkollën shqipe, sepse intereson edhe për të ndihmuar fëmijët, sepse janë dhe fëmijët nesër pas nesër që vinë. Veç kësaj që kemi plot, tani kemi dhe arbëresh që janë mbi 70 vjeç, kam dhe 80 vjeçar. Të cilët kanë ruajtur gjuhën e vjetër shqipe dhe tani duan të mësojnë shqipen zyrtare. Po, arbëreshët që na vinë, kemi një komunitet arbëresh Villa Badesa që ka vizituar dhe presidenti i Republikës, zoti Begaj, duhet 3 ani vitem para, më duket. Ata janë shumë të interesuar dhe na vinë. Biles unë isha në fillim në vështirësi, sepse ishin përgatitur të mësonin fëmijët. Ata kishin tekstet e tyre që shtypen për arbëreshët, sepse arbëreshët marrin fonde. Ne nuk na jep njëri fonde, të them të vërtetën, dhe kjo është një gjë që t'ja kërkojmë qeverisë, ja kemi kërkuar, jo se kemi kërkuar, po deri tani nuk na kanë afruar gjë. Ata marrin fonde dhe kanë librat e tyre, tekste të shtypura në gjuhën arbëresh, që preferojnë të bëjnë shkollën tonë,
se sa të vend mbas atyre librave, se ndoshta edhe për ata është e vështirë. Sepse gjuhën arbëresh ata ndoshta e trashëgojnë, ndërsa gjuhën shqipe duan ta mësojnë gjuhë mësues. I pëlqen të vinë tek ne dhe vinë vërtet me dëshirë. Ne na presin gjithnjë përpara, kur vete unë, aty vete unë 10 minuta para vete, në shkollën e Peskarës, atje në Orsonja kam 35 fëmijë vete një orë para, se marr dezinfektoj bankat, bëj ambientin. I bëni vetë të gjitha. Vetë ngro ambienti sepse kushtet na i ka dhënë komuna. Komuna na janë përshtatur shumë me kërkesat për sallën. Në momentin që unë kam... Ambientet e mësimit pra i sigurojnë ata? I sigurojnë ata dhe jemi të vetmit në Itali që ne nuk pagojmë asë një gjë, sepse unë i kam falas të gjitha. Po të vesh nga Roma e deri në veri paguajnë qira në muaj, paguajnë siguracion për fëmijë, sepse ata që u japin sallën nuk i lejojnë pa bërë siguracionin, paguajnë, dikush që nuk paguajnë qiran, paguajnë dritat, gazin, ujë që i vete më shumë nga qiraja, gjoja i kanë dhënë gratis atë, po paguajnë në formë tjetër e paguajnë, dhe jemi të vetmi që nuk pagojmë asë një gjë. Biles ata kanë kënaqësi, ti turkas në derë, ti kërkojnë në një gjë për këto gjëra. Po, jemi me fat edhe për të. Kjo është gjë e mirë në fakt. Po mbetemi paksa te komuniteti shqiptar atje. Sa të lidhur jeni me njëri tjetrin? A ka problematika të cilat ju mundoheni që t'i zgjidhni me njëri tjetrin aty? Po, gjithsesi problematikat janë gjithnjë, po ne kemi arritur në një pikë tani të sheshojmë sepse jo më kohë të bëjnë këto kurset e gjuhës, e pare punës për të informuar, sepse duke qenë të informuar nuk mbetesh i zhgënjur nesër pas nesër dhe në zyrat publike të shtetit. E dyta, jam gjithnjë unë në mes dhe bëj në mes të tyre, unë vete dhe me asistentën sociale, bëj sopralogo në përshpirat e minorve, kur kam minoren të huaj, unë jam gjithnjë prezente me asistentën sociale. Dhe në qoftë se asistentën sociale do ve në një familje që ka minoren të huaj, pa mua nuk vete sepse ata rinë si të ngri, nuk përgjigje, nuk japin asë një reagim. Kur vete unë si kur i ka, do më thonë si kur i vajti një njëri e shpis, dhe më thonë e vështirë është të flasësh me këta. Vetë pa ty më thonë mua ato asistente sociale, se ne bashkëpunojnë, unë punojnë në bashki, unë punojnë në shtetë. Edhe ne bashkëpunojnë me psikologet, këtë javë kisha një psikologe, kisha një problem me një minoren shqiptar, që bulizohesh, po në fakt edhe vura psikologe në para, i thash do vesh ti apo do vete unë? Jo, Silvana, më lëtë të vete unë, tha pasaj të marrë ty mbrapa. I thash, okej, shko ti, vajti në shkollë, e trajtoj si tem dhe këtë, tani kemi lënë të vete unë, po do vete me familjarët, se ata ka frikë të pa mua me një rast të tillë. Dhe këto gjyra kanë dhënë besim tek familjarët e të huajve, kur flas të huajve nuk do të flas për shqiptarët, se flas për të gjithë. Dhe në momentin që ka ndonjë problem, do flasë Silvanës për të folur atyre, sepse ndryshe nuk e zgjidhin dot. Jemi shumë të lidhur dhe kam krijuar një besim që dhe vetë habitem, edhe vetë tani që ka arritur një kohë pjekurie, që realizoj gjëra dhe them, si ka mundësi? Do më thënë, të kem arritur në këtë pikë që të besojnë verbërisht tek unë, për atë të them që është bërë një punë e madhe, e kam bërë një punë të madhe, nuk dua të lëvdoj shumë veten, po është edhe vërtet që i kam mbledhur, sepse më para ne kemi bërë dhe festa, po festa nuk i bëja vetëm për të kërcyer dhe për të marrë një këngëtar, që mblidhja 500 persona, i mblidhja që në një rast të tillë të bashkoheshim bashkë, edhe të kishim një marrëdhënie. Të promovonit edhe vlerat e vendit tuaj. Po, edhe kam dhe një eksperiencë të një koncert, se unë kam marrë të gjithë këngëtarët tu, Ponin, Artiolën, të gjithë këngëtarët të mirë, po kur ka marrë Jusnia Lushin dhe Ngelejdën, më ka ngel në mendje një episod që ishte se ata janë origjinë e Çamit dhe kanë ardhur Çamët nga veriu dhe nga jugu Italisë, sepse janë të lidhur në Facebookun e tij dhe më kanë telefonuar, kanë kërcyer zbathur një grua e moshuar, e hoqi këpucë e gjitha kërcente zbathur dhe ishte qullë në djersë. Kur e tregoj duke qarë, se më tha, më uli dhe po më puthe duart, më tha, më ke sjellë një copë të tokës time sot këtu. Nga kënaqësia që u kënaqën aq shumë, më ke sjellë një copë të tokës time, grazie, faleminderit, më puthe, i thash, mos e bëj të gjë ngriu, mos e, ajo nuk ngrihesh, po më puthe dorën dhe qullë djers. Kjo është një gjë që... Ju merrni satisfaksionin asaj që bëni, po ndjeheni krenar në fakt.
Unë këtë episodit të regoj duke qarë gjithje, nuk arrit do të mbaj veten. është vërtet emocionues si moment. Sepse ti nuk i ke dhënë një koncert atyre sebi, i ke dhënë një gjë shpirtërore që nuk shpreh dot për ata persona. Dhe biles, kur organizojnë para, nuk e organizojnë më tani këto koncerte, bëj Festa dei Popoli në Pjas në Bear, të organizuar me bashkin, me prolokon e vendeve ku organizojnë këto. Dhe më thonë, pse si bën më ti ato koncertet, që s'kam kohë, them unë, prandaj dhe merren të tjera, ti gjithsesi bëhen, po bëhen nga të tjerë. Megjithatë ju promovonin dhe gatimet tradicionale të vendit. Tek Festa dei Popoli kam arritur të bëj dhe 13 stand gastronomiko, quhen ato. Domethënë stand gastronomiko janë me gatime shqiptare. Përgatitjet e gatimit, po jo vetëm shqiptare. Shqiptarja është kryesorja. Pastaj janë të gjitha shtetet e tjera dhe do ta bëj dhe si vjet për Festa dei Popoli solla byrekët nga Durrësi, po nuk e them emrin se është publicita okulta, nuk i njoh dhe kush janë ata që po mi kanë sjell, dhe byrekët i kemi bërë vetë atje, iku kjo. Kurse për në fund të vitit organizoj një mësim special. Mësimi special është një temë që më vinë mua ndërmend dhe filluam me gatimin e byrekut. Gatimi i byrekut u bën në një sallë të madhe me një tavolinë të madhe sepse më krijon mundësira dhe gjërat. Fëmijët kanë sjell pecin edhe përfarsen. Kemi të shuar mielin, nise shten, të gjitha qa bëhet përbërësit e byrekut. Edhe kemi marrë një gjyshe të fëmijëve që janë nxënës të shkollës shqipe të Peskarës, është një gjyshe që ka 6 nxënës që ka vetëm që i kanë atë shkollë. Një prit e zonjës Naile Shametaj, edhe kemi bërë byrekun. E kemi bërë edhe ishte gati për furr. Në momentin që e futëm në furr, e kishim gati se kishim sjellë të gatshme, mamat shqiptare, mamat kosovare, mamat shqiptaret e Maqedonisë, e kishin gatuar në shtëpinë e tyre. Dhe kemi ngrënë për pjata atje. Janë kënaqur dhe fëmijët, po dhe kanë parë se cila është tradita e tyre nga vendi nga ata vinë. Se kjo është më e rëndësishme, pra që tradita të mbetet dhe të vazhdojnë ndërbreza. Jo vetëm kaq që tradita mbetet se byrekun e bëjnë në shtëpinë e tyre dhe mësen dhe e bëjnë më mirë akoma, po ata mësuan atje, ata bën një orë mësimi, ata aty mësuan përbërësit e kuzhinës. Kush janë pra përbërësit? Sepse dhe në shkollë dhe në libra ne kemi mielin, për shembull orizin, aty ja kemi bërë realitet. Ata e prekën me duart e tyre. Me duart e tyre dhe kanë marrë, për shumë, ne po qeshim se i thosha unë peci, si i thoni ju, ne i themi taklahi njëra, ne i themi po ju... Se cili si pas krahinës e ti? Si pas krahinës, dolë në shumë gjëra u përplasën me një realitat tjetër që unë se dia, bires kemi bërë edhe një tjetër për qulafin, i thonë plis, në një vënd ne i themi qeleshe, në një vënd i thonë beret, kur vemi bëjnë këto gjëra kulturale. Dhe fëmijët kanë mundësi që t'i mësojnë të gjitha. Për një objekt, kanë mundësi të mësojnë të gjitha se si thuhet në të gjitha krahinat e Shqipërisë. Të mësimin atje. Pastaj morëm sollën kosin, edhe një tip dybeku që shitet tu në Shqipëri plastike vogël, edhe i shpjeguam edhe dhallën, si bet dhalla, si bet kush është dybeku. Në më thënë, kjo është një orë mësimi aq e bukur. Orë praktike. Orë praktike sa kur ta shikoni, se e ke videon, kur ta shikoni do më thuash pasaj që... Shumë e bukur. Bires më thanë dhe shkollat e tjera do ta vjedhim. Më thashun vjedhin që doni, janë ta hapura. E ku ka më mirë se sa të vjedhësh djenë. Po. Absolutisht që po, fiton. Kurse vjetë kemi bërë falë burit tim që është ekspert në volejbol, edhe ka dhe është drejtori Pallatit Sportiv atje, kemi bërë një ndeshje volejbolli me 4 shkollat. Sepse unë kur rapa shkollën e Orsonjës në 99-ën, më mbrapa fillova në 2003 fillova të punoja për komuna, dhe atje gjitha një realitet tjetër me shqiptar. Po atëri ne s'kishim telefona për të publikuar si që i publikojnë sot ato, dhe kur u fillojnë telefonin 2004 që publikon të këto gjëra, filluan të interesoshin dhe shqiptarët e zonave të tjera, ku unë punoj. Dhe kërkesa atyre më bëri që unë hapa një shkollë tjetër, në një komun tjetër që punoja aty në Tolo. Mbas saj hapëm një shkollë në Ortona, shkollën e tretë. Unë falë këtyre mësuseve dhe stafit tim, sepse nuk arritëri t'i falenderoj, sepse pa ato unë nuk i bëj do të vetëm. Pa tjetër, asin gjë nuk bëjt vetëm. Gjeta mbështetje të ato dhe në fund të bëm në Peskara, sepse Peskara nuk është rajoni, nuk është provinca që jetoj unë, është një provincë tjetër,
Po, thamë, po pse tenis nuk ka, i thashun, nuk kam mundësi, mu kryua mundësia, e hapa në Peskana, na kanë nderuar me ardhjen 3 ambasadorja Shqipërisë zonja Ani Labitri, ambasadorja e Kosovës dhe ambasadori Maqedonisë. Ishte një triumf i madh dhe u bë një publicitet shumë e madhe. Më morën në intervista stacione televizive Rajt Reshi, ato lokale to që janë ati kanale to gjitha, gazetat, dhe që nga jo ditë filluan, po më kërkonin kontakte për të marrë pjesë tek shkolla Shqipe në Peskara. Edhe aty filloi, domethënë, urit dhe interesi edhe vetbesimi tek prindrit ose tek familjarët e këtyre fëmijëve që i shoqërojnë për tek shkolla. Në këto momente jemi shumë të realizuar. Edhe dua të falenderoj shkollën, stafin tim dhe prindrit e fëmijëve që shoqërojnë fëmijët për t'i sjellë në shkollë, përveç fëmijëve që janë amore. Patjetër që po, ndërkohë komuniteti shqiptar tashmë atje ndjehet i integruar. Tani po, tani mund të themi po. Jeni bërë faktor ju atje? Po, shqiptarët kanë një reputacion që biles në çdo komunë ku bëhet zgjedhjet, më kërkojnë mua, unë i them në administracion, unë nuk futem, i them në komuna mos u lodh një kot. Po na gjë se duam shqiptarë, sepse është edhe forca e madhe shqiptarit në zonën tonë, kemi shqiptarë shumë. Edhe kam dhe reputacion të mirë, sepse aty janë shumë agjenda ndërtimi që janë vetëm shqiptarë në zonën tonë, që punojnë dhe anë serios, janë shumë të mirë, dhe në si hidraulik, edhe profesionet të tjera. Po të shikojt vetëm shqiptari kemi në zonën tonë aty. Dhe kjo është gjë e mirë? Po, është pozitive, sepse na kanë ngritur çik edhe turizmi këtu në Shqipëri, mos të mohojmë që ka rritur vlerat e shqiptarit atje, sepse duke u rritur turizmi, duke ardhur dhe vetë këtu, unë flas për Italinë, sepse jam në Itali, pastaj çdo njëri flet për vendin e tij, dhe kur kthehen atje thonë, po ç'a bëni këtu, ju thonë. Keni lënë gjitha të vend kaq të bukur. Domethënë janë gjëra që të japin një çik të krijojnë respektin avash dhe tek ai që nuk ka qenë interesuar të besoj realitetin ton. E ndërkohë lidhjet me Shqipërinë si mbani? Unë vi shpesh, sepse vi dhe për faktin e punës, sepse jam gjithnjë eftuar ose organizoj vetë dhe po si isha eftuar organizoj vetë. Biles do vim për summitin prapë në prill, jemi prapë këtu, kështu që një vjet kemi bërë seminarin, jo vjet e bëm në Prishtinë, par vjet e bëm në Vlorë, si vjet në takon të abim në Shqipëri, edhe do pyes se ku nuk e di kanë vendos apo jo. Me Shqipërinë marrëdhëniet janë shumë të mira, unë vishte se kanë familjen time dhe më mungon. Kështu që jam e detyruar edhe pa patur punën do vi për familjarët. Kemi një mesazh për diasporën shqiptare kudo që ajo ndodhet jashtë kufive shqiptare? Diaspora tani është realizuar me gjitha, kështu që duhet të ketë besim akoma të vetja dhe të krijoj mundësinë akoma fëmijëve shqiptar mos ta humbin gjuhën dhe kulturën, sepse pa gjuhë dhe pa kulturë nuk kemi identitet, humbim identitetin ton. Dhe kjo është gjëja kryesore që duhet të punojmë me prindrit e fëmijëve të ardhshëm, sepse vetëm nga ata krijohet kultura dhe gjuha shqiptare. Zëja Silvana, ishte kënaqësi që ju kishim sot tek Shqiptarët pa kufi. Kënaqësia e shimja, faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, kemi mbritur kështu në fund të emisionit Shqiptarët pa kufi. Ju falenderoj që qëndruat me ne, do të ritakohemi sërish në emisionin e radhës.